kolonia artistike Shkupi në Telajo, që mblodhi rreth vetës 45 artistë nga trevat shqiptare, u zhvillua për 3 ditë radhazi në Qarshinë e vjetër të Shkupit. Ky aktivitet, tashmë tradicional, i cili këtë vit shënon edicionin e 8, u organizua nga Instituti i Librit dhe i Promocionit në Tiranë, në bashkëpunim me komunën e Çajirit. Për 3 ditë radhazi, ngjyrat, format dhe interpretimet personale të artisteve u shndruan Qarshinë në një galeri të hapur, ku publiku pati mundësinë të shijojë krijimet nga afër. Kolonia u mbyll me ekspozitën përfundimtare të veprave të vendosura po në zemër të Qarshisë së vjetër, ku u prezantuan punimet e realizuara gjatë gjithë aktivitetit. Ndjek kënaqësi të madhe që jeni prezent në ekspozitën e radhës të kolonisë Shkupi në Telajo, që është bë tradicionale dhe mbahet 7-8 vite rresht, ku në te marrin përfaqësues piktor nga gjitha trevat shqiptare, duke filluar nga Maqedonia e Veriut, Kosova, Lugina e Preshevës, Shqipëria dhe Malizi. Në këte koloni, gjithë u prezentuan me veprat e tyre, kush 2, kush 3, dhe mendoj se është një mesazh shumë i mirë për gjithë banorët, veçanërisht të Shkupit, me që kjo jep një frymë ndryshe kulturës dhe artit në këto treva. Edhe unë desha t'i falenderoj gjithë përfaqësuest, duke fillu organizatorin kryesor të kësaj kolonie, zotrin Fatmir Toçi, pastaj përfaqësuesit e bashkisë apo komunës Çajirit në krye me kryetarin Izet Mexhiti dhe gjithë artëdashësit tjerë. Nuk dua ta zgjatoj shumë, por vetëm ju falenderoj edhe njerë për prezencën juaj dhe e shpallë ekspozitën të hapur. Unë dua t'ju falenderoj për gatishmërinë tuaj, për punën tuaj, për talentin tuaj, edhe me shpresën që do t'jemi gjithmonë bashkë kur bëhet fjalë për të pasuruar kulturën tonë kombëtare si pjesë e shumë e rëndësishme e identitetit tonë kombëtar. Është kënaqësi e veçantë që Qarshia është epicendra e kulturës këto ditë pra të aktiviteteve të shumta dhe paralajmërim për thellim dhe program më të larmishëm kulturor, pra është një fillim i ri, bashkë me Fatmirin, unë e përgëzoj edhe për Shkupin në Telajo, dhe më thonë për viti i 8, po jo që do vazhdon, po mendoj që organizimi do rritet. Me Fatmirin kemi folë bashkë që përveç ekspozitat të vazhdon viteve të ardhshme, të sjellim pra dhe panairin e librit Tiranës të jetë në Shkup, hapjen e librarisë që i mungon, më thonë, viteve të fundit Qarshisë, Shkupit, kemi parasysh që Çajiri është bërë qytet studenti, pra me Invamullën erdhëm dhe u dakorduam që të krijojmë një pandan të verës së Okrit, mund të jetë festivali Qarshisë ose vera e Qarshisë, që fillimisht do fillon me Çajirin dhe mandej të institucionalizohet në nivel qendror dhe të mbetet. Pra që mund të them bashkë me në këtë energji të piktorëve, kultura do jetë në prioritetet më të larta të Çajirit, sepse vlerësojmë që kultura nuk është për vetveten, po mund të përmirëson dukshëm imazhin edhe mund të kontribuon edhe në zhvillimin ekonomik lokal, fillimisht të Qarshisë dhe mandej Çajirit dhe Shkupit. Kam qenë në këto ditë pjesëmarrëse në këtë koloni, është e treta herë që vi në Shkup, edhe do thoja që mikpritja është jashtëzakonisht e mirë, jemi shumë të kënaqur me natyrën këtu, me mikpritjen, me mundësinë që na është dhënë për të pikturuar. Unë kam marrë pjesë në shumë koloni të organizuara nga Promocioni i Librit dhe organizatori Fatmir Toçi, por është hera e dytë që vi në Shkup, në koloninë e Shkupit.
Dhe jam shumë e nderuar dhe privilegjuar që marr pjesë në këtë koloni ku piktorët e gjitha trojeve shqiptare jemi së bashku dhe kjo është një kënaqësi e veçantë. Është nder dhe privilegj për mua që marr pjesë në koloninë Shkupin e Telajo, të organizuar nga Instituti i Librit dhe i Promocionit dhe Komuna Çajirit në Shkup. Andaj, këtu jam me shumë shoqë, jemi artist, jo vetëm të viseve të ndryshme, po edhe jemi artist të gjeneratave të ndryshme. Drago mi është učestvovao na ova prekrasna organizacija. Jam i lumtur që po marr pjesë në një organizim të ri, të mrekullueshëm. Përshëndetje për organizatorët dhe pjesëmarrësit. Këtu fitova shumë miq të mirë dhe artistë shumë të talentuar. Jam i lumtur që jam këtu dhe shpresoj që kjo ekspozit dhe kjo koloni të rriten edhe më shumë. Shihemi vitin tjetër, në vitet në vijim. Gjatë zhvillimit të kolonisë, veprat u krijuan në kohë reale, duke reflektuar atmosferën, historinë dhe energjinë e qarshisë së vjetër. Ndërsa publiku komunikonte me artistët, ne morëm edhe 3 deklarata të rëndësishme nga artist pjesëmarrës nga Shqipëria dhe Lugina e Preshevës, të cilët ndan emocionet, eksperiencat dhe rëndësinë që ka kjo koloni për bashkëpunimin kulturor mes trevave shqiptare. Dhe mes kësaj atmosfere dhe shumë artistëve që patëm mundësi t'i shohim, të njohim nga afër dhe të kënaqemi me pikturat e tyre, unë këtu pranë meje kam edhe profesorin e nderuar i cili është aktualisht profesor në Akademinë e Arteve në Tiranë, piktorin e njohur nga Shqipëria, Driton Nasi, për t'na folur edhe për përvojën e tij në këtë koloni artistike në qytetin e Shkupit. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët në Shkup. Faleminderit për mikpritjen tuaj. Qyteti i Shkupit është shumë i mirë dhe shumë i dashur për artistët, pasi afron jo vetëm natyrën e tij të bukur, një qytet që është antik, domethënë se qytetet antike kanë ngelur pak, domethënë që ka një memorie historike, edhe kjo është një gjë shumë e mirë për piktorët. Pasi duke u gjendur këtë moment, domethënë ka shumë krijtari. Në çdo anë që kthehesh mund të realizosh një pikturë tjetër, është pafund. Është përvoja juaj e parë në këtë koloni në Shkup ose keni qenë edhe më herët? Jo, kam qenë dhe herë të tjera, kjo është eksperienca e 4 në Shkup, po gjithmonë është një surprizë. Domethënë çdo gjë është e re, edhe duhet shtuar që edhe mikpritja e gjithë qytetit është shumë një ndjesi shumë e mirë për artin që ndihmon krijimtarinë. Edhe dalin vepra të bukura. Që do thotë jo rastisht për të 4ën herë po merrni pjesë, a? Po, se ajo është edhe nëse kemi detyrueshme, po është kënaqësi gjithmonë çdo rikthim, është një eksperiencë e re. Ishte kënaqësi pjesëmarrja në këtë koloni artistike me vëllezër dhe motra artist nga gjitha trojet shqiptare. Është hera e parë që je pjesëmarrës në koloninë artistike Shkupin e Telajo ose ka qenë edhe prezenca jote edhe vitet e kaluara? Jo, kësaj herë është hera e parë që jam pjesëmarrës në koloninë artistike, domethënë në Shkup, sigurisht koloni dhe simpoziume tjera kam qenë në Kosovë dhe në Shqipëri. Po. Jeni prezentuar me 3 vepra, ashtu si që thash, më të veçanta nga të tjerat që po i shohim, janë 3 vepra, njëra është portret, njëra është një zog, edhe një cep i qarshis aty. Si mund na shpjegosh? Po sigurisht janë 3 motive të ndryshme, 3 temat, cilat i kam realizu domethënë në teknikën e me ngjyra akvarel, kryesisht peizazhin, domethënë portretin e kemi natën e kalume, domethënë kemi pas me model. Po, të gjithë artistët kemi pas model, edhe kam punu portretin, edhe është atje edhe një plumb, domethënë te qarshia e qytetit, më ka impresionu kështu pamja, edhe jam mundu me se edhe ajo është pjesë e natyrës, është pjesë e arkitekturës së qytetit. Edhe në vazhdim ju prezantojmë edhe një piktor tjetër që na vjen nga qyteti i bukur i Durrësit të Shqipërisë, ku prapa me po shohim edhe veprat e tij kaq të bukura artistike, secila me tematikën e vet, por ajo që bie më shumë në sy është vepra këtu lart që ka paraqitur edhe pavarësinë e shtetit shqiptar në qarshinë e Shkupit me ngjyrat e tona kuqezim që dominojnë më shumë në këtë vepër, nga që edhe 28 nëntori i zuri të gjithë artistët në qytetin e Shkupit dhe mendoj që frymëzimi ka qenë edhe më i madh. Arben Kristani, përshëndetje dhe mirë se na erdhët në Shkup. Faleminderit, mirë se u gjeta. Është hera e tretë që marr pjesë në një nga edicionet e radhës të kolonive të piktorëve që organizon Qarshia e Shkupit, edhe kryetari i zet, kryetari i bashkisë, kryetari i komunës, të Çajirit.
është gjuha e artit është gjuha me të cilën shqiptarët mund të përbashkohen më shumë, për shkak sepse është një gjuhë që nuk ka ndasi. E bukra i bashkon të gjithë. Piktura, arti, muzika, libri janë pjesë të asaja që ne duhet të krijojmë dhe të shtojmë punën tonë për të rritur edhe nivelin edhe bashkimin tonë në traditat, në kulturën edhe në promovimin e të bukurës shqiptare. Ky është i 8 vit në radhë që kolonia e piktorëve nga gjithë vendet ballkanike, nga gjitha trojë shqiptare, po vetëm artista shqiptar, edhe artistë të vendeve ne ku shkojmë, siç është rasti edhe këtu këtë radhë artista të plenerit të Maqedonisë, Severiut, bëhen bashkë, grumbullohen, shkëmbejnë eksperiencë, zbulojnë nga vendet më atraktive të bukurive natyrore, arkitekturore, të trashëgimisë kulturore, edhe i pasqyrojnë ato në artin e tyre. Në radhë parë duke dhënë kënaqësi të mëdha estetike që e parti, por duke bërë dhe një promocion shumë të madh këtyre vendeve që ata prekin me penelet e tyre. Kështu ka ndodhur edhe në këtë koloni. Kemi një mbështetje të jashtëzakonshme nga komuna e Çajirit, domethënë gjitha këto vite. Qartë. Nëse bëjmë një krahasim me vitet e kaluara në këtë koloni, sa ka ndryshuar ndër vite edhe numri i artistëve, sepse po shohim një numër të konsiderueshëm si vjet, rreth 45 piktorë nga gjitha treva shqiptare. Po, është në filozofinë e Institutit Librit dhe të Promocionit Tiranës, i cili bashkëpunon me komunën e Çajirit për organizuar këto evente, që të krijojë të grupe që të ketë një lloj diversitet talentesh, diversitet të moshave të ndryshme, të fryme të ndryshme që pasqyrojnë në art, sepse kjo është kthyer tashmë edhe si një lloj shkolle e pashpallur midis artistëve, të cilët shikojnë edhe marrin dhe japin midis njëri tjetrave. Dhe ne kemi rastin që në gjithë këto vite që ne merremi me kolonitë e piktorëve, me cilët kanë kaluar nëpërmjet institutit mbi 400 piktorë të gjithë trojëve tova, duke futur brenda pastaj edhe arbreshët, po edhe shqiptarët e Greqisë dhe kështu me radhë. Pra kemi krijuar një listë të jashtëzakonshme artistës që komunikojnë me njëri tjetrin, shkëmbejnë mendime edhe për probleme teorike, po edhe praktike me njëri tjetrin, dhe marrin dhe japin dhe nga stilet dhe metodat e tyre të pikturimit. Dhe ne mendoj që kjo është edhe në themel të idesë tonë për të mbështetur artin dhe artistët, për cilët jo gjithmonë administratat shtetërore e kanë vëmendjen e duhur dhe mbështetjen e duhur, por edhe mbi të gjitha për të krijuar një shtresim, do të thoja, artistësh të plenerit, për cilët sot në shkollat tona po studiohet shumë pak. Cili është mesazhi që kanë përcjell gjithë ta artistë këtë vit? E para mirënjohje për mbështetjen që kanë marrë vazhdimisht këtu, po edhe në komuna apo komunitete tjera ku kemi shku deri sot. Do thojë që kjo Shkupit është e 93-a herë e koloni që bëhet në kuadrin e 10 vjetëve. Do thotë që është një histori më vete, po edhe një përvojë e zakonshme për piktorë të cilët janë konsoliduar, po edhe piktorë të ri që kanë hyrë. Mesazhi është që mbështetja për artin është mbështetje jo vetëm për të dhënë thjesht një kënaqësi estetike, por është promocion i jashtëzakonshëm për vendet tona të vogla që kanë shumë nevojë për këtë promocion në botën e madhe që na rrethon, po edhe një nga mjetet që në mënyrë mase të padukshme dhe të vetvetishme ndikon shumë në forcimin e identitetit tonë kombëtar, në krenarinë tonë kombëtare, për gjithë ato që kemi arritur përgjatë historisë. Edicioni i këtij viti Shkupi në Telajo riktheu vëmendjen e artit si urlidhse mes krijuesve dhe publikut, duke e bërë Qarshinë e vjetër hapësirë të gjallë ekspozimi dhe bashkëpunimi. Me pjesëmarrjen e gjerë të artistëve dhe mbështetjen institucionale, kolonia vazhdon të forcojë identitetin kulturor dhe të promovojë artin shqiptar në rajon. Aktiviteti u mbyll mes interesimit të madh të vizitorëve, duke lënë pas veprat që pasqyrojnë shpirtin, traditën dhe ngjyrat e Shkupit.